Nderuar dëgjues, ashtu siç edhe më herët unë anonçova në valët e Radio Shkodrës, në studio jam së bashku me zotin Anton Kaftalli, drejtor i shkollës së mesme artistike Prengjakova. Mirë se keni ardhur në studio, Anton. Mirë që qeta. Është kënaqësi që keni ardhur në këtë studio, sepse ju më herët keni punuar edhe si redaktor i muzikës në radio për një periudhë kohe dhe një rikthim i tillë nuk e di se çfarë ju ngjall në kujtim. Normalisht është emocion. Emocion jo kur hin Radio Shkodër, por edhe kur kaloj para Radio Shkodrës kam emocion në fandare. Faleminderit për ndjesinë që ju keni. Gjithsesi, ju jeni drejtor i një shkolle me prestigj në fushën e artit, siç është shkolla artistike Prengjakova, furnizuesja e artit, do të thosha. Si ka nisur sot dita në shkollën tuaj? Normalisht dita shpresojmë që tana ditë kur dalën në punë, të gjitha ditë, tjetë mirë, ashtu si e mendoj unë, pa surpriza jo të këndshme, jo të këndshme, jo problemet mëdha, po mungesën nxënësish ose vonesën nxënësish ose një mungesë të një mësuesi që ka probleme shëndetësore. Normalisht orari jemi punës është që unë dalë që në 7:30 jam në shkollë, pres mësuesit, pres nxënësit, pres që të shohim orarin nëse ka në lëvizje të në mësuesit për të plotësuar, për mos me lanë hapësina, shoh nxënësit, pse jo edhe deri në detaje, mënyrën se si kanë ardhur në shkollë, a kanë ardhur me libra, a kanë ardhur të veshur. Bile nga një herë ndoshta bëhen pak edhe i mërzitshëm me to, sepse ty kanë se na si shkolla akoma s'kena vendosur një uniform, thjesht për të ruajtë për t'i kursy fëmijët ekonomikisht, sepse nuk ka shkollë krete pa shpenzime, shkolla mesme artistike. Paktën me uniforme, me rrobat e zakonshme që vinë, po tentoj që mos jenë fëmija të veshën me ekstravagancë, që të vinë që fëmijë të rregull të shkollës. Dhe pjesën tjetër, se kena edhe shkollë mesme, pjesën tjetër mund ta jetojnë modën e kudiun, mund ta jetojnë mos oraret mësimit. Natyrisht, një veshje e disiplinuar është një premisë e mirë dhe një paraqitje me disiplinë është një premisë e mirë për një punë të mbarë. Normalisht. Megjithatë, unë do të nisa nga informacionet e kohëve të fundit. Para 2 ditësh, nxënësit dhe mësuesit e shkollës artistike kanë performuar në skenën koncertore të shkollës suaj që mban titullin e muzikantit të mirënjohur ish mësuesit të kësaj shkolle Gjon Kapitani, por me një tjetër emër, sepse formacioni ka një tjetër emër, një tjetër drejtim të një mësuesi që ka dhënë po aq shumë, Lek Gjergji. Pra është një formacion frymor, banda, ka dhënë një koncert. Përveç kësaj, para pak ditësh një koncert tjetër, homazh kushtuar mësuesve dhe zëvendësdrejtoreshës së ndjerë tashmë të shkollës Viola Bajraktari, kushtuar asaj ishte një tjetër veprimtari. Saxhot natyrisht ngulmojnë në një tjetër emocion. Duket sikur skena nuk I shuan dritat. Mund të më thoni diçka për këtë aktivitet shtuar në këto ditë? Atëherë, Merita, që nuk ka kena thjesht për me marrë detyrën e drejtorit të një shkollës me kaq emër dhe me kaq shndritje, shkëlqim me kaq prurje për jo vetëm për Shkodrën, pa edhe Maxhan. Dhe në momentin e parë kur unë kam marrë detyrën, kam menduar fill që të vënë eficient sallën. Ishte një sallë që jo se nuk funksiononte, për fat mirë ishte bërë një rekonstruksion, po jo aq I saktë sa unë mendoshe. Dhe jam marrë me riparimin e sallës, me vendosjen e ndërçimit, me kërkesat një pas njëshme të Raiffeisenit për të na mundsuar telefonin që mas 2 vitësh u zgjidh edhe ajo punë, vështrimin edhe të 60 vendeve të tjera të sallës, salla sot ka një kapacitet rreth 260 vende, me idenë që jo se në Shkodër thojmë I bajmë tana e ku diun, po shpesh ka polemika që
ky është mësuesi mirë, ky është mësuesi mirë. Ky është nxënës i mirë, ky është nxënës i mirë. Atëherë të na është kaq të thjeshtë. Mësuesi i mirë dhe nxënës i mirë kanë mundësi me deputu në skenë. Kështu e mendoshëm. Po. Jo për të bë kontrolle të rutinë gjatë orës mësimit, jo se nuk I kam bë, brenda programit, atë sa më lejon programi kam orë të kontrollit. Po, për të bërë një kontroll artistik, të pas një sallë tonën. Dhe që në vitin e parë na kena startu me koncertin e festave të manorit, me orkestrën simfonike, pra kena rimlall orkestrën simfonike, për të dhënë edhe një mesazh që orkestra simfonike nuk mlallet se dën X ose Y. Nuk më ka pëlqyer kurrë se kam qenë pjesë dhe jam pjesë e orkestrës simfonike. Vetëm anoncimin nga moderator që mlallet në kujdesin e filanit ose të filanes e tjerë të atribu kryetarëve të bashkisë ose X personit, mund nuk më duket gjë e bukur për Shkodër. Orkestra simfonike ekziston në Shkodër. Ellen said, ekziston apo jo filani ose filan. Dakor? Natyrisht. Këtë doshun të jepshin një mesazh që Shkodër ka një orkestrë simfonike që Zanafillin e kanë shkollë muzikës. Dhe të gjitha forcat, pothuajse të gjitha forcat artistike I kanë shkollë muzikës. Me mësues dhe nxënës. Historikisht orkestra dhe filharmonia e Shkodrës ka funksionuar kështu. Natyrisht. Që me dirigjentat e famshëm që me Ermir Karantjen, nuk du me përmend më përpara, me Prenjakovën, Ermir Karantjen, John Kapidanin që ka drejtu, Zefçobën, Gjavit Ujkanin, me rrallë gjithë dirigjentat deri te Jetmir Barbullushi, e smunit të Kujtim Alia. Pra, shkolla muzikës ka kanë përqindja më madhe e këtij formacionit, mund të kenë 80%, 90%. Atëherë kur na këtë përqindje e kena shkollë, pse mos ta vënë në eficiencë. Dhe e kam vënë fill në nënor. Kena bë koncert, një koncert në sallë tonë dhe një koncert në sallën e Teatrit Miqeli, në skenën e teatrit. Mandej kanë viju koncerte të një pas njëshme. Derisa kena mrit në një standardizim të koncerteve, pra çdo sektor mund paraqet një platformë për 2 koncerte në vit. Dhe sektorët janë 8. Pra kena 16 koncerte të siguruar për gjithë sektorëve. Kena 4 koncerte të formatume etyd, pra janë koncerte të kontrollit teknike. Dalin nxënësit më të mirë, nxënësit e shkëlqyeshëm të kontrollit teknike, koncert që mund shkojnë 2 orë gjys. Dhe janë 4 kontrolle teknike që janë edhe 4 koncerte Kanë vlera tjera. koncertale, por edhe pedagogjike. Po diskutim sepse ka etyde koncertale. Kena 2 koncerte të mesazhet më të mira. Kena fut në Karadit tashmë koncertin më të mirë të diplomës me bam orkestër. Dhe e bam atë vit me një violist që sot është student në Akademinë e Arteve. Plus koncerte tjera rutinë që janë në planin vjetor të shkollës, siç është 7-8 marsi. Po që kushtohen festave. Që janë të përcaktuara tashmë. Kena bërë gjaty në 2 viteve, kena bërë koncertin për vjetorin e Prekjakovës, e kena bërë të partë sepse ashtu e mendoshë unë që të startojmë në asaj shkollë sepse më me emrin e Prekjakovës. Kena bërë koncertin me 17 janar simjet për Skënderbeun, ku kena lujt, e kena pra nuk Skënderbeun na kena trajtuar në mënyrën klasike ashtu si na ka pëlqyer për me ta, ashtu si I takon një figurë së madhe. Ty di që për Skënderbeun është një autor shumë I famshëm para klasik Vivaldi që ka bërë është I vetmi që ka bërë një opër për Skënderbeun. Kena gjetë një material, kena luajtur një material të Vivaldit dhe kuptohet mandena me materiale nga opera Skënderbeun Prekjakovës. Pra është një pasqyrë mjaft e gjallëruar e jetës koncertore, e cila jo vetëm ka vlerën e një, siç thatë më herët, e një kontrolli përballje, por ka vlerën edhe stimuluese të këtyre nxënësve. Normalisht. Shoqërohen me një ndjesi nxitse, ndoshta. Më bën përshtypje Antone që shumë formacioneve ju I keni, domethënë shkolla I ka vendosur emra në kujtim të njerëzve që kanë punuar në fusha të ndryshme të muzikës. Për shembull, formacionit vokal ka emrin Lukaçe, formacioni frymor Lek Gjergji, salla koncertore John Kapidani. Jeni nisur natyrisht për t'i evidentuar, për
përkujtuar, por edhe për të nxitur një lloj egoje, do thosha, në cilësinë e interpretimit. Salla, do me thënë, unë nuk doshe me trajtu një sallë thjesht i sallë shkollet. Se ka shkolla që kanë sallat vogla. Ajo sallë mori për masa shumë të mira dhe mendoj që e kena gjallëruar fije edhe zonën. Njerëz kanë mësuar ku është salla e shkollës muzikës. Në gjitha këto aktivitete ka spektatorë që s'kan ditë se ka një sallë tjetër në Shkodër. Dhe kjo për mua shumë e rëndësishme. E dyta, shkolla ma në emnin e një personalitetit muzikës si që është Prekjakova. Dhe ka edhe polemika që preka s'ka ba kur mësim shkollë muzikës. Ekzistojnë kështu. Mendimesh. Unë tham shumë mirë që i kanë vu emnin e një personalitetit, sepse i ka vu edhe Gjakova, i kanë vu edhe në Prishtinë shkollës. Pra, së është personalitet, dhe më thanë. Mirë po, nuk doshe që të leshim jashtë harres edhe mësusat e parë. Dhe nër tërë mësusat e parë që kanë fillu, pra, kanë fillu atë klasën e parë, Lajde Banushi në kulturën e përgjithshme. Gjën Shlako, piano, Gjën Kapitani, piano dhe solfesh, dhe në Shlako, violin. Nër dy mësusat e muzikës, Gjoni ka kanë definitiv, vitin e parë. Më në vitin e dytë ka ardhë dhe Zotni Noci definitiv, ku ka kanë përgjithë si shkollës. Mirë po, ti është definitiv një shkollë artistike, meritat ti ke kry studimet në shkollën e muzikës, pra ke është dy lanë as të rëndësishme, sa është pianoforte dhe solfezhi, janë bazë. Përveç tjetër kontributit që ka vënë Gjën Kapitani në Shkodër, sepse mas Prekjakovës në Shkodër është kompozitori i dytë që shkruan operë. Nuk ka rëndësi tematika, ka rëndësi vepra, volum. Është personi që ka shkruar për orkestrën simfonike, vallas simfonike, suite simfonike, ka pas një periudhë mas së vdekjes së Prekjakovës ka pas orkestrën simfonike, si ka luajtur rolin e dirigjentit. Pra, është një personazh me kontribut shumë dhe mendoshe që i takon. Sa bukur nëse çdo shkollë, domethënë, do të shite në traditën, secila nga shkollat e qytetit, madje në Shkodër ka shkolla që janë 100 vjeçare. Ose mbi 90 vjeçare kanë një traditë në arsim dhe sa bukur do të ishin sikur këto figura dhe vepra e tyre të evidentoj. Mirë, Anton, le të kalojmë tek nxënësit, të cilët janë brumi me të cilët ju punonim. Të flasim pak për repertorin që ata luajnë. Vazhdon përveç repertorit klasik me autor të padiskutueshëm në themelet e muzikës botërore, apo kanë avancuar edhe rryma të reja, autor të rinj bashkëkohor? Atëherë, siç duket edhe periudha shumë vjeçare e pak e skematizuar. Që në ata tendencat për më shpërthy, për me kërku e ku di unë. Megjithatë, unë qyse kam kënë në drejtori i shkollës, unë kam rrit ata botimet e famshme, të trashëgume, bile e kam me firmë të Mustafa Bylos, kur ka kënë qyse ka kënë profesor Mustafa, në drejtori i parë. Edhe janë disa programe të instrumentave, që di që nërta ka punu edhe Bert Papavrami, pakten për harqet, dhe janë, për mu janë standart, janë shumë të studiume mirë, shumë të provume, pra është një rezume eksperiencë tyne me shkollat artistike. Normalisht, që atyne viteve janë ba eksperiment, janë fut edhe autor kontemporan, që disa qënërën, disa së qënërën, për ne i përmahëna i fje këti bazamentit shumë mirë, këti temelit që është hellë që me kohë me shkollat artistike klasik. Po me qenë se rrymat muzikore janë të ndryshme, kanë hyrë për shembull në studime edhe muzika e jazzit, muzika... Pak kanë hi. Të na kanë hi, pak studiojnë, marrin një informacion, por nuk marrin një informacion të ndoshta krejt të bazuar ose të studiuar. Po, e kuptoj. Mirë, të shohim përballjen përveç sallës Gjën Kapitani dhe Shkodrës. Cila është përballja e instrumentistëve dhe këngëtarëve të shkollës artistike
Megjithse duhet të përmendim edhe pikturën, dhe degën e artit pamor. Normalisht. Ne nuk e përmendme, sepse jo se s'doshim e përmend pikturën. Atin figurativi është një nga bazamentet e mira, nga kolonat e mira të shkollës artistike. Të hedhur që me sepse Ferdinand Pacin, Danish Jukniu, Frejt Kola, s'po m'vjen emra sepse ka një histori mbi 30 vjeçare. Pa diskutim. Mirë, cila është përballja këtyre artistëve të rinj me skenat jashtë shkollës, jashtë Shkodrës? Kemi kaluar virtuozët, shkolla Prenke Jakova ka patur vetëm 2 përfaqësues, më duket Niki Mjeda dhe Nikol Tukaj. Më duket pakët. Tani po zhvillohet konkursi vokal instrumental Pjetër Gaci, një kompeticion tashmë me një fizionomi tepër të konsoliduar, 17 edicione. Cila është pjesëmarrja? Ka diçka merita që ndoshta në këto edicione që bëhen në Shkodër. Është pak më thjesht jo për vlerën që ka edicioni, se edicioni Pjetër Gacit është më shumë vlerë. Po për mundësitë edhe ekonomike të fëmijëve. Sepse edhe thjesht shkumja ardhja në Tiranë, ose sepse jo çdo kusht mundet me shku me ardhë, edhe deri në kryeqytet. Jo çdo kusht mundet me performu në jo nga bagazhet që ka, thjesht nga problemi ekonomik, edhe në konkurset jashtë Shqipërisë. Dhe zakonisht sjellen zeshtemna, që kanë mundësi edhe financiare, me familjet mbështesin fort fëmijët e tyre në rrugtimin që kanë. Dhe jo i pa sukseshëm, shumë i sukseshëm. Kena kanë vjet dhe par vjet, u ba ndoshta i 4 vit që fëmijët e shkollës muzikës marrin pjesë në një konkurs në Fazano në Itali. Është një konkurs internacional. Kanë shku pianista, violinista, celista, kanë shku instrumentistë ndryshëm dhe janë paraqitur shumë mirë. Po ma larg janë kosto. Është kosto. Dhe këtë kosto në si shkollë kena i vështirë për me thjesht edhe me mujt me ndihmu o me biletat ose me diçka kena shumë vështirë. Po tek Pjetër Gaci? Te Pjetër Gaci si mjet është pjesëmarrje shumë e mirë. Dje mram kanë përfunduar konkurimin Dega Kantos dhe Ivan Tanushi ka marrë vendin e parë në kategorinë e tij, Lorenza Pranci vendin e tretë, po në këtë kategori, Niki Mjeda vendin e parë në kategorinë e saj, Eugen Marku vendin e parë në kategorinë e tij, pra që s'kan kanë vetëm këta, ka pas e pjesëmarrje xhan. Po vërtet qenë ka entuziazmuese. Në fakt, çfarë kushtesh? Sot janë violinat dhe pianot. Violinat do e bajnë pranë sallës tonë të shkollës muzikës dhe pianot do e bajnë në teatrin Vigjeni, do e zhvillojnë konkursin. Çfarë kushtesh ofron shkolla? Kam fjalën për infrastrukturën e brendshme, mbështetjen, qoftë me kushtet e studimit, me instrumentat, me akomodimin, sepse shkolla juaj aktualisht sa nxënës ka? Rreth 350 nxënës. Dhe mësues? Mësues janë 73. Pa llogaritë të jashtme që kena. Po, sepse mësimi bëhet individual, prandaj ka një numër të madh mësuesish në raport me nxënësit. Pra, cilat kushtet i ofron shkolla? Atëherë, para 4 vite shkolla jon ka kanë shkollë artistike kombëtare, një shkollë jo vetëm na, se kena pas këtë privilegj, ka pas liceu artistik dhe shkollat e mesme artistike të Korçës, Vlorës, Durrësit. Këto që janë në përreth të tjera. Dhe para 4 vitesh është hek ky status. Në fakt në një mënyrë të çuditshme, sepse unë s'kam marrë asnjë shkresë deri më sot. Absolutisht është një shkresë që nga shkollë kombëtare bëhet lokale. Bëhet një shkollë social-kulturore. Se kështu quhet hapi i dytë. Është një shkollë social-kulturore. Dhe nga social-kulturore u kalu në një shkollë me drejtim të orientuar. Që do të thotë kjo? Për mund këta etiketimet nuk kanë rëndësi shumë të madhe. Qa nolli që na kur ishim një shkollë kombëtare kishim një buxhet shumë të vogël, po që zgjidhsim ne xha me të. Ishte një buxhet rreth 6 milion të vjetra, ku
të ndarë në zëra ishin rreth 2 milion për rikuperot e instrumente, për materialet figurative të kudion. I shifër ka e qesharake, po të llogarisim që shkolla pijore që ishte shkollë kombëtare kishte 10 milion vjetër, shkolla artistike kishte kaq pak. Mirë po, edhe ky buxhet u hoq. Dhe nuk u di, a shkojnë bashki, der tashti nuk i mlon kërkush. Ato zëra që mlote e buxheti vogël. Na sot për sot kena të sigurt fondin e pagave, si çdo shkollë, pra drejtorisë arsimore. Bashkia furnizon shkollën me ato që furnizon gjitha shkollat tjera, dhe për instrumente dhe pjesët e figurativit, zero. Pra, a shkollë me kosto, më vjen keq ta them, po a shkollë me kosto. Çfarë do thotë? Që të gjithë fëmijët që futen figurativ, blejnë telajët vet, blejnë penelet vet, blejnë ngjyrat vet, blejnë materialet e skulpturës, baltën, plastelinën, auqin, i blejnë gjitha vet. Kështu edhe të instrumentet. Të fillu që të instrumentet i blejnë vet. Vazhdon studimi pas ditëve në orët e vona? Pa diskutim. Vazhdon sepse që para 4 vjetë unë fillova të ta bllokoj studimin masdite, sepse pash që nuk ka studim, po është thjesht një rrumuj. Dhe të lejoshe vetëm nxënësit me orar të përcaktuar dhe klasën e përcaktuar ku studion, që ti kontrolloshe. U mundohet të fusë nxënësit vetëm dojnë me studiu. Kanë për qëllim jo marrë mos janë në shkollë, po me studiu. Dhe tashti mirë, ecë shkolla. Dhe më thanë, ndoshta nuk është si në periudhën tonë që në rrishim deri në 9 sahatin, 10 sahatin studiojmë, po vazhdojnë deri ka ora 7 që ishte 8. Cilat janë pritshmëritë tuaja, duke qenë se nxënësit e një shkolle artistike, siç është shkolla Prendjakova, i përcjell ata në Akademinë e Arteve. Sa përqind e këtyre nxënësve përballen dhe vazhdojnë rrugën e suksesit? Në përgjithësi të figurativi përqindja është më madhe në jonë e fëmijëve që vazhdojnë, sepse kanë edhe një universitet të konsoliduar në Shkodër të figurativit. Universiteti i artit në pjesa e muzikës në Shkodër, ty kanë se është pjesë vetëm mësuesiet, është pak i cumuar. Pra ka në një instrumentist që ndoshta për këto që përmenda më sipër, ndoshta për kushtet ekonomike, preferon ta vazhdojnë në Shkodër, tërvjeçarin, bachelorin dhe mandej masterin normalisht pak të ndirë tash nuk ka zgjuar dhe ka mundësi që e bën në Tiranë. Për instrumentistat, kompozicion dhe dirigjim metet prapë Universiteti i Arteve në Tiranë. Po ashtu na nol kjo që na furnizohen në fillore mirë me fëmijë. Deri në ciklin nëntëvjeçar kena bollek nxënësh. Në të gjitha degët në gjitha sektorët. Ma shkolla mesme fillojnë i oferojnë po seleksionohen, sepse kështu kena dashtë. Do të thonë është viti i tretë që kam vu një barrierë nxënësve mesatare në shtat, në kulturën përgjithshme nuk futen në shkollë muzikës. Sepse nuk du që shkollën e muzikës ta trajtojnë si një shkollë natë, se po shkojmë marrim shkollën se ka kulturën e përgjithshme të lehtë. Është shkollë shumë e rëndë, shumë e vështirë, sepse kultura e përgjithshme në një anë që mund të jenë pak e liruar, po pjesa profesionale në anë tjetër që është shumë e rënduar për ato që dojnë për ta marrë seriozisht atë shkollë. Dhe kam menduar që fëmijë që janë me not 6 në kulturë përgjithshme, 5 në kulturë përgjithshme, nuk kam pse me kanë pjesë e shkollës muzikës. Ato mund ta vazhdojnë një instrument me kurse ku diun bën. Kjo është një rregullore e brendshme? Një rregullore e brendshme që kena vendosur, kena firmos në Këshillin Pedagogjik. Dhe është viti i 4 që e zbatojmë. Ka dhënë rezultate? Ka dhënë rezultate se shohim fëmijë që janë i fije më serioz. Ma të motivuar dhe normalisht ato që janë edhe mirë në kulturën e përgjithshme e reflektojnë këtë edhe në kulturën profesionale. Kështu që në këtë anë na kena minimizuar fije futje në shkollën e muzikës. Ana tjetër që jo vetëm për shkollën tonë, por për gjitha shkollat, është lëvizja, emigrimi, që atë pjesë na e vujmë. Gjithsesi, cilat janë pritshmëritë tuaja në këtë fundviti? Atëherë në këtë fundviti na kena kena 3 klasa diplom, sepse ka ndryshuar edhe strukturat, dhe është viti i dytë që ecë me të mesmen punojmë me strukturën e re, që për fat
erdhi më shumë vite, sepse ishte pak e hallakatën e mesmja. Kishte vit parë muzik A, vit parë muzik B, të ato që vinshin fillestar, dhe vit parë figurativ C. Pra ishin 3. 4 vite apo 3 vite e mesmja? I pari që ishte si rjelloje klas parë ose klas 6, ishte 3 vjeçar. Dhe këto 2 tjerët 4 vjeçar. Pra ishte pak e koklavim dhe regjistra nuk gjashim për të 13-ën. Tashti struktura është bashkë si gjithë gjimnazet, kena 3 vite shkollë mesme dhe nën që është 9 vjeçarja. Edhe si mjet është viti i parafundit që myllet përfundimisht ajo e 4, struktura vjetër. Dhe kena 2 vite të muzikës dhe një vit të figurativit që mendoj që ka me pas diploma shumë të mira. Mendoj që ka me pas edhe të figurativi një diplom, është viti i 3 që ato bëjnë një spektakël diplom, me sfilata, e bëjnë shumë bukur. Mendoj që shkolla e ka arritat objektivin e vet, që brenda një vitit shkollor të diplomohen fëmijë ku përqindja më madhe janë me notë mesatare. Sa nxënës përfundojnë si vjet shkollën tuaj? Si vjet përfundojnë 27 nxënës. Dhe me këtë kredo. Të muzika, të piktura janë 47 nxënës. Dhe me këtë kredo që ju keni, me këtë punë kaq impenjative, me këtë dëshirë për të mbërritur gjithmonë cilësi të reja që përballen me skenën, që përballen me publikun dhe me sfida të reja në rrugën e artit. Unë do t'ju uroja, Anton, që gjithmonë të keni sukses. Edhe nxënësve, edhe mësuesve, sepse puna me artin është një punë e veçantë, që lidhet shumë me një ndjeshmëri të jashtëzakonshme. Nuk është thjesht 2 dhe 2 bëjnë 4. Nganjëherë bëjnë më shumë, nganjëherë më pak. Muzika është ushqimi i shpirtit dhe për ta ushqyer këtë duhet një burim i fuqishëm dashurie, një burim i fuqishëm kushtesh dhe marrëdhënies njerëzore. Të falenderoj që erdhët në studio. Edhe siç mora informacion, ju do të keni shumë afër të tjera koncerte, do të keni të tjera veprimtari. Studio Mirëmëngjes Shkodër është gjithmonë e hapur për të gjithë njerëzit që punojnë, që kanë vjushmëri në aktivitetin e tyre, që kanë ritëm dhe dinamik në ditët e tyre. Është e hapur për të marrë informacionet dhe vjushmëri në një pune që nis herët e kulmon deri në fund të vitit. Faleminderit, Anton. Rita, faleminderit shumë për ftesën. Unë uroj që mësuesat e gjithë kolektivi mësimdhënësi shkollës muzikës e para të ketë durim, sepse na çdo ditë jena me sfida të reja, çdo ditë përballna me fëmijë shumë kërkues, me fëmijë që pretendojnë për të arritur majat, dhe mendoj se po të bashkohen këto dyja, shkolla do funksionojnë gjithmonë mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.